Ishulli i Sezanit shumë shpejt do të jetë në duart e dhëndrit të Donald Trump, edhe pse nuk ka pasur asnjë lëvizje publike muajt e fundit. Në fakt, kryeministri Edi Rama ka njoftuar se po bëhen vetëm detajimet e fundit para se t'i jepet drita e shile kompanisë së Jared Kushner. Rama ishte në një emision televiziv ku u pyet për Sezanin, edhe pse tentoi të mos e lidhte me Trumpin. Rama tha se faza e parë e projektit ka kaluar dhe po vijohet me procedurat. Ajo ide ka avancuar dhe do të avancojë deri në fund sepse nuk ka lidhje me Donald Trumpin dhe përsëri edhe sot që ai është presidenti i SBA-ve. Ai projekt nuk ka lidhje me Donald Trumpin. Nuk është bërë pse Donald Trump ishte kandidat për president, sepse ka filluar kur nuk e llogariste njëri si fitues të mundshëm dhe madje shumica mendonin që do shkonte edhe në burg dhe nuk do të vazhdoj pse ai është president sot. Ai është një projekt tani më shumë serioz dhe do të vazhdoj. Ka marrë edhe një miratim në Këshillin Kombëtar të Territorit si fillim. Do të vi për një miratim të dytë sipas ligjit dhe do të vazhdojë, thot Rama. Sipas mediave ndërkombëtare, Sezani është një mënyrë që Rama të bëjë për vete Trumpin. Ndonse ka pasur shumë kritika dhe akuza, tani janë dhënë sinjale të qarta se qeveria po bën gjithçka që Kushner dhe vajza e Trumpit të investojnë në Sazan. Padyshim një gjë e tillë, edhe pse Rama nuk e pranon, do të ishte një lëvizje strategjike për të fituar simpatinë e kreut të shtëpisë së bardhë. Vetë Rama ka ndryshuar retorik nga ajo që deklaronte dikur. Në 2027 e sulmoi Trumpin, por tani e vlerëson. Atë deklaratë kanë bërë për kandidatin për president. Pastaj ai u bë presidenti i SBA-ve. Unë kam pasur rastin ta njohë, kam ndjekur siç e kanë ndjekur të gjithë. Nuk ka asnjë dyshim që e respektoj si presidenti i SBA-ve, thot Rama në një intervistë. Ai mohon që të ketë futur miq apo të ketë lobuar që djali i Donald Trumpit të takojë me të gjatë kohës që ishte në Serbi.